Ju përshëndes pas një mungese disi të shkurtër, për me thonë të vërtetën, nuk kam ndonjë djesi shumë të shtuar për të komentuar fermën, se po më duket që kur është e zaruar, por si të qoftë ka ndodhur dinamika që dua të jap mendimin tim, kryesisht kanë të bëjmë me dy personazhet komentuar në rrjet siç është Moza për edhe Bujaka për këtë të fundit. Nuk e kuptoj të gjithë arsenalin që kanë vajzat kundër tij, kryesisht Blerina me një fjalor rruge ku ofendon në mas, ku i thot nuk e duroj dot, ku në fakt, dje në dhomën e gjumit, a i kapi mat me presh në duar, si të shot publiku, duke folur pas shpinë në sëti, e kjo gjë e acaroj Blerinën, duke thënë që largohu nga dhoma, nuk mund të hash ushqim këtu e dërë si vërci, e shikoj shumë të agravuar Blerinën si një gangsta edhe këto personazhe në syrin tim dhe në ato që unë shikoj dhe analizoj jo vetëm në komente në rrjetet sociale, por edhe në energjinë që jep, është shumë frustruar me një lloj mlefi, me një lloj gjuhe tepër rruge, me një lloj gjuhe që shkon tek kontakti fizik, tek agresioni, tek një lloj burneshe që nuk e di, nuk më jep një shije të mirë Blerina në të gjithë sjelljen që ka me Bujakën ky fundit, edhe pse ka një lloj normalizimi që i bën produksioni gjithçka që bëhet kundër tij, që nga ofendimet pa pull të kuqe që prekin familjen, prekin gruan, që prekin dinjitetin e tij si njeri, edhe nuk është marrë asnjë mas, ndërkohë e nxjerr të preferuar ne që jemi jashtë e dim që ai është i preferuar dhe publiku e mbështet, por me çdo sfidë ai fiton, dhe kjo është ironia e fatit me produksionin që mundohet ndoshta për ta dobësuar, pa ai çdo herë më shumë forcohet, është vigjilent në lojë, është fitues në të gjitha sfidat dhe padyshim duhet dhe do të jetë pjesë e finales për të gjithë energjinë pozitive, për gjithë lojtarin strategjik, por edhe njeriu me një lloj dimensioni që nuk e kemi parë tek lojtarët e tjerë, është falës, është pranues dhe është njëri me energji pozitive, e duke kaluar tek Moza, e cila është kryefjalë e kësaj ferme. Nuk më pëlqen sjellja e Zhakut, e cila u fut me shpatë të madhe për të luftuar të tjerët kundër Mozës, ndërkohë që tani është bërë e vetme kundër Mozës, ndërkohë që të tjerët e kanë afruar Mozën dhe le të themi tani më kanë pranuar Mozën, edhe pse dikur javë më parë e cilësoni si njëri negativ, si njëri me shpirt të zi që duhet dalin nga ferma, nuk e meriton finalin, ka thënë edhe Sony, edhe ato veprimet e Sarës, por që shikojmë të afruar, edhe pse është e çuditshme se si ende vijojnë të jenë dyshimet e një publiku, por gjithçka që bën Sara Karaj në ferma VIP, e ka thënë me gojën e saj që din informacione se çfarë ndodh jashtë, din se çfarë bëhet në fan klubin e fermës, pra po shkokat e Agaj dhe po u mbushka me informacione, por duke u përqendruar tek Moza, nuk më pëlqen qasja e Zhakut që kërkon ta intimidoj, kërkon ta, le themi, ta godas, por ja dha përgjigjen e merituar në prajmin e së hënës Mimoza Ahmeti, duke i thënë që ajo një jetën time, më një kush jam, ka ikur epoka dhe koha e kërcënimeve tepër rrugaçe që i ka bërë Zhaku, që më shumë për degradohet se sa ka fituar një simpati të publikut, e shikoj të dehur pothuajse në shumicën e kohës edhe me një lloj tendence për të deklaruar shtet më vete, për të deklaruar e pavarur, apo për të deklaruar që ajo është aty dhe të tjerët ja kundër saj, apo është ajo dhe kundër të tjerëve. Një lloj qasje që nuk është se zgjoj shumë interes tek publiku, pra nuk i dha lojës një tjetër dimension, një tjetër, le të themi, qasje, por po se ka marrë atë petkun e personazhit negativ të keq, goditës, gjuajtës, dhe sipas asaj që Zhaku edhe e ka treguar, edhe e ka përfolur, nuk po kuptohet, por për sa kohë ne i shikojmë 24/7, shikojmë çdo veprim dhe çdo lloj tendence të shëmtuar të Zhakut për të pasur një lloj, le të themi, gritje me Mozën, duke përdorur situatat nga jashtë. Nuk është e nevojshme fare që ne të njohim se çfarë ka ndodhur para 20 vitesh, se çfarë ka ndodhur me bashkëpunimet e tyre. Ato janë brenda një ferme, janë brenda një loje dhe duhet të ndeshen me elementet që janë aty, që janë puna, që janë lojra që bëhen aty, që janë aleanca, që janë shoqëri, që janë gjithçka që mban gardhi brenda fermës, e jo të dalin
jashtë saj se humbasin pikë ku kanë tendencën për të hedhur në shesh apo në gojë të Miletit për të bërë një gjyq politik pastaj për personazhin me informacione dhe me ngjarje që kanë ndodhur jashtë se sa më shumë e agravojnë, le të themi, ndikimin që mund të jetë negativ për të, siç është në rastin konkret për Zhakun që e ka humbur tullësun e asaj çfarë do të jetë, çfarë do të përfaqësojë edhe çfarë do të synoj me të gjithë këtë angazhim që ka marrë në fermë edhe pse vitin e shkuar ishte opinioniste e këtij edicioni që për hisën vërtetës ka ndryshuar qasje që me prezantimin e moderimin e Arbana Osmanit, por sidoqoftë ka ende ato pikpyetjet që për padrejtësi që u bën disave dhe për mbajtjen afër të disa personazhve tjerë. Një tjetër banor që ka çuditur publikun me qasjen e tij është Indri, i dashuruari pas Vanesës, e cila doli nga ferma si pasojë një televotimi e që as nuk u kujtua për të, më shumë është marrë me fermerën e re me Klevisën dhe po shikohet në sytë e publikut si një aktor i dobët, si një personazh që ka vetëm tendencën për të kapur në këto fijet e holla të një flirti që edhe publikun e ka të ngopur, i ka ardhur në majtë të hundos, këto gjëra kaq shumë fake, kaq shumë falso dhe pa një ndjesi reale që mund të prodhoj pastaj edhe dinamika të reale, dinamika që vjen nga një lloj ngacmimi se kur ti e dashuron dikë, kur ti përpiqesh, kur ti ndorton diçka, le të themi sentimentale me dikë, edhe do të përballesh me opinione kundërshtit e tjera, por të dy si Vanesa dhe Indri ranë si vezët në kloçk për çelur edhe e humbën të gjithë atë lezetin, prandaj dhe Vanesa u eliminua me votat e publikut, nuk e mbati mbështetjen se u pa që nuk ishte diçka e natyrshme, ishte sforcuar thjesht si një lloj dinamike për të mbajtur gjallë qëndrimin e tyre deri në finale, e sa i takon se kush do të dalë të prente. Në televotim kok mo kok është Henry edhe Blerina, këtë të fundit siç edhe e argumentova në fillim, nuk e shikoj fare rehat, shumë shpërthyese, ka lënë një emocion në tjetrin, më duket shumë fasad, ka një lloj propotence për të ofenduar dhe për të paragjykuar të tjerë, ndërkohë që është një figurë që ne nuk e kemi njohur më parë, për them për masën e madhe, edhe pse është vajza e një artisti, atë nuk e kemi njohur në shumicën e një opinioni të përgjithshëm publik, por jo më pak edhe të tjerë, por sidoqoftë kur një grua kalon në denigrime, e humbet atë finesën dhe atë, le të themi, ndjeshmërinë, jo sepse është grua, por sepse nga natyra sjell jetë edhe ato që sjellin jetë duhet të jenë më të dhimbshme, më të kuptueshme, por ku janë pjesë e një gare, tregojnë anën e tyre më të keqe dhe kjo është kosta e atyre që marrin ku futen në formate që janë 24/7 në sytë e publikut, se nxjerrin një të keqe edhe publiku sikur nuk i ka qef këto anët e zeza që nxjerrin personazhet, duan më shumë edhe për krajin një energji të mirë, një vibe të mirë, një banor që është ndihmues, siç është Moza, siç është Bujaka, por e gjej edhe paksa të vështirë të shkoj tek personazhet e tjerë se janë në gjumë. Romiri në gjumë, Soni në gjumë, Iliri me ato gricjet nuk është se po dhuron diçka, Visi bën si avokati popullit, por këtë flas është tjetër në fermë, prandaj them që vijon ende ta mbaj të mbërthyer Moza Ahmeti fermën, edhe shifrat që u deklaruan në Prime-in e shkuar mbi 1 bilion, sigurisht që kryesisht kanë ardhur me një përqindje 8% mund të jenë edhe do të jenë sigurisht fal Mimoza Ahmetit. Pak a shumë ky është edhe mendimi im për këto situatat që i kam parë kohët e fundit, e sigurisht me interes do të shikoj dhe nëse do të ketë një lëvizje tjetër, një befasi apo një lloj ngjarje që sigurisht do të jetë në vëmendjen time dhe për ta komentuar dhe për të dhënë komentin tim, po siç u shpreh nuk po më pëlqen dhe nuk e shikoj të udhës se ku do të shkoj, ku është destinacioni dhe çfarë kërkon të arrijë realisht Zhaku dhe pse Moza u shpreh që nuk e kam pasur mike, kemi bashkëpunuar. Ajo u shpreh që kam raporte të mirë me ish bashkëshortin e Mozës, e këtu pastaj futet një tjetër ndjesi që publiku nuk pëlqen të merret me këto lloj drama edhe me këto lloj telenovela që jemi të ngopur nga prodhimet turke. Do doja të dija mendimin tuaj, por mos harroni edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.